Përshëndetje. Sot ndjeva se duhet të flasim në lidhje me ndjenjën e inatit. Cili është burimi e kësaj ndjenje, e këtij emocioni që shpesh sjell pengesa në trupin e çdo kujt. Kur je në inat, kryesisht je në frekuencë të ulët. Pra, është një inat që të dëmton ty si individ dhe trupin tënd. Sigurisht prish edhe marrëdhëniet me njerëzit të rreth e qarkës teje, sepse në ndjenjë inati nuk ke sukses të gjatë, por ke një sukses afatshkurtër, duke dëmtuar mjedisin rreth e qarkës teje dhe duke dëmtuar trupin tënd, sepse janë ngarkesa emocionale, stres që grumbullohen në neuronet e trupit tënd, pikërisht në stomak, në mëlçi, në tënd, në pankreas, edhe pikërisht është ajo zona ku mbaron poshtë zemrës, që është kocka e fundit, është ku prodhohen qelizat imunoglobulina, pra që është shumë e rëndësishme për sistemin tonë imunitar. Dhe kur je në inat, je në zemërim, je në mërzitje, dhe trupi yt është i tensionuar, i kontraktuar, që prek të gjithë këtë pjesën e abdominale, kryesisht dhe aparatin tretës, dhe shpesh kur ti ke reaguar në ndjenjë inati, se mendon që mund të jesh mirë dhe pas një X momenti të caktuar do ndjesh dhe ndjenjën e fajit që zbret pikërisht poshtë në poshtë kërtizës, që janë organet riprodhuese, gjenden veshkat, është zona e pelvisit, pra me pak fjalë prek gjithë zonën abdominale, ku është gjithë energjia e forcës së jetës. Dhe kur je në këtë ndjenjë, shpesh edhe viktimizohesh, se kërkon një konfirmim nga jashtë që të thonë që pret që të japin të drejtë, edhe ti të çlirohesh, të ndihesh i sigurt, sepse në ndjenjë inati ke vepruar dhe ndoshta s'të kanë pëlqyer ato veprime, ato sjellje, dhe ndjer i fajson vete, i pasigurt, frikë. Pra zhbalancon gjithë pjesën e trupit tënd dhe trupi yt është në survival mode, në mbijetesë. Pra nuk ka një frekuencë të lartë që ti të ngrihesh edhe të veprosh nga dashuria. Dhe sistemi yt, pjesa fiziologjike e trupit tënd, zhbalancohet. E ke parasysh kur telefoni është i nxehur nga dielli ose nga karikimi i tepërt ose nga shumë aplikacione, edhe fillon të ndihet, pra nuk punon. E njëjta gjë është me trupin tonë në ato momente, mund edhe të sjellë dëmtime, por nëse këto përsëriten, ato neuronet aty bëhen stres. Edhe trupi yt pastaj e ka të regjistruar dhe fillon në mënyrë sistemi yt vepron në mënyrë automatike, dhe ti je bërë një person mekanik, le të themi. Sepse ai sistem është riprogramuar dhe kjo është një bindje e vjetër që mund të ketë prekur ty si pasojë e një sistemi që ta kanë riprogramuar kur ke qenë i vogël, edhe e ke marrë dekadën e parë, të dytë, të tretë, të katërtën, të pestën, e ku e di unë me radhë. Dhe normalisht trupi gjendet shpesh në survival mode. Ky është një inat i hidhur. Edhe për trupin kjo lloj hidhësie nuk është as pak e mirë. Ai inat i mirë është ai inat që ti e bën me gëzim, e bën me vullnet, e bën me disiplinë, e bën me dashuri, e bën
e bën një inat, pra është një inat i mirë. Pra, për shembull, inat do t'i thoja kur ti je në inat të hidhur dhe ti dëshiron të krijosh të dalësh përtej këtij inati të hidhur dhe të veprosh nga dashuria, aty të përdorësh guximin, forcën, fuqinë tënde që të kalosh në një inat të këndshëm. Edhe ky është ai inati i mirë, se do të ndihmoj ty për të tejkaluar këtë inat të hidhur që ti të kalosh në një fazë tjetër dhe të çlirosh këtë riprogramim të vjetër, këtë bindje, këtë besim që të ish instaluar në mënyrë të pavullnetshme, të është riprogramuar në mënyrë të pavullnetshme në trupin tënd dhe ti ta tejkalosh duke implementuar në thonjza dhe instaluar, e kupton, në thonjza, por riprogramuar, sepse qelizat riprogramohen, duke sjell informacione të reja dhe pikërisht ato që janë me frekuencë të lartë dhe që pikërisht i duhen trupit tanë. Por ne kemi jetuar në të shkuarën tonë nga një sistem ku unë e quaj në ditët e sotme sistem nazist. Nazist për mua, jo në di, e kam quajtur edhe në ato kohë frika. Pra të udhëheqesh nga frika, por nuk e kisha kuptuar. Nuk e kisha kuptuar, nuk e kisha ndjerë, nuk e kisha përjetuar. Sistemet naziste janë ato që ekuilibrojnë mjediset e brendshme. Sistemet naziste, pra ndjenja e frikës, të operosh nga frika, nga ndjenja e pasigurisë, të operosh nga inati, ky ma bëri mua kështu do t'ja bëj dhe unë këtij. E çfarë fitove? Inat për inat, inat sjell. Ideja është që ti të ndryshosh, pavarësisht se ai të pasqyron një inat të hidhur. Është si puna ku kemi një pasqyri, pra jeni një rrugë, ajo rrugë është në hije. Në rrugën tjetër ka diell dhe një pallat është me pasqyra. Dielli pasqyron në këtë pallat që është me pasqyra dhe pasqyron diellin dhe në anën tjetër. Bëj këtë gjë, sepse inati pikërisht është kjo qendra e diellit. Bëj këtë gjë, pasqyro diell, pasqyro dashuri, pasqyro lumturi, pavarësisht se ai është në hije. Merre diellin dhe sille nga ana këtej e jotja. Pasqyroje, dielli është jetë, dielli është fuqi, dielli është shpirt i lirë, dielli është dhuratë, është bekim, pranoje. Dielli është i bukur. Shpesh themi ndonjëherë se dielli të lëndon. Jo, të lëndojnë emocionet, të lëndon inati, të lëndon zemërimi, të lëndon mërzitja, të lëndon, pra trupin tënd nuk e lëndon dielli. No, e lëndon stresi i brendshëm, stresi oksidativ që prodhon që nuk i lë qelizat të punojnë në harmoni. Kur trupi është në i liruar, i çliruar, nuk është i kontraktuar, muskujt nuk janë të kontraktuar, artikulacionet janë të lira, muskujt janë të lira, qelizat janë të lira, trupi yt është i lirë, lëkura jote është e liruar e çliruar. Çdo gjë është në harmoni të plotë. Dhe ti operon nga një dashuri, bëj gjërat me dashuri. Kur i bën gjërat me dashuri, çdo gjë rreth e qark teje do vi. Mos e bën me një qëllim për ego. Mos e bëj për një qëllim për ego. Pra do bëj këtë gjë se do marr këtë gjë. Jo, do bëj këtë gjë për një të mirë më të madhe, për le ta sjelli universi, kozmosi, le ta sjelli në momentin më të mirë të mundshëm për mua. Thjesht unë e bëj. Pse? Sepse unë udhëhiqem nga një vete shumë e lartë, nga një vete, nga dashuria, nga paqja, nga qetësia, nga harmonia. Nuk udhëhiqem nga njerëz që kanë inat. Nëse ndjej në ato momente që ai person përballë meje më shfaq inatin, atëherë ai inat nuk është liruar brenda meje. Atëherë kjo po më tregon që unë duhet ta çliroj. Atëherë unë vendos që ta çliroj. Largohem pak nga ai person, nëse nuk arrit dot ta menaxhoj, distancohet derisa ti ta çlirosh. Dhe më beso, nëse ti e ke çliruar atë inat dhe kthehesh përsëri tek ai person, ai person nuk do të ta shfaqë me inatin. Pse? Sepse ai tek ty do shikoj një energji të bukur, do shikoj paqen, qetësinë, dashurinë, gëzimin, lumturinë, vetbesimin, vullnetin, forcën që ne kemi. Dhe ato do pasqyroj. Nuk do të rreqesh më njerëz me inat, do të rreqesh vetëm njerëz me ndjesi të bukura. Dhe do ta kuptosh pastaj që si e ke të i kaluar ti vete, sa bukur e ke transformuar ti vete, dhe sa bukur është të jetosh në këto emocione.
sepse ti krijon pafund, ke fuqi të bësh gjithçka, ke fuqi të ecësh, ke fuqi të palestrosh, ke fuqi të bësh fitness, ke fuqi të bësh vrap, ke fuqi të bësh pilates, yoga të avancuar, pilates të avancuara. Ke fuqi të bësh 20.000 hapa në ditë përpos faktit të gjithë këtyre gjërave. Ke fuqi të krijosh, ke fuqi të shprehësh potencialin tënd. Ke fuqi të duash njerëzit pa kushte. Ke fuqi të duash veten tënde pa kushte. Ke fuqi për gjithçka dhe nuk je më viktim. Nuk je rrethuar më nga ndjenja e viktimës, sepse ajo të ka bllokuar ty. Ndaj unë zgjodha që ta flas këtë sepse e kam kuptuar, e kam ndjer, përjetuar dhe kam kuptuar se çfarë pengesash sjell ky emocion kaq ulët. Sa shumë pengon ky trupin tënd, sa shumë e pengon nga ana biologjike. E pengon nga ana biologjike. Është një emocion që nuk të lë ty të dalësh për te të bukurës. Por të blokon. Shpesh nuk e fuqi as të ngrihesh nga divani, nuk e fuqi as të për shembull, mund të gjendesh në një natë për një sjellje me fëmijën tënde, për shembull, si ma bëri mua këtë. Jo, ai ta bëri se ta pasqyroj, nuk ta bëri se të lëndoj. Dhe ti nuk do kesh dëshirë për shembull nga ajo lloj ndjenjë nati, sepse dikut është të kanë lënduar, e ndjerë në faj, e ndjerë që unë kam bërë gjithçka, si mora unë këtë shpërblim, pse duhet unë gjithkohës të tërheq gjëra të tilla në jetë. Edhe ti nuk e as dëshirë mbani natë, mund mbash natë dhe ndaj fëmijës tënd, ndaj partnerit. Po ti po i mbani natë ndaj vetes, ndaj trupit tënd, ndaj fuqisë tënde të brendshme, që është fuqia jote e brendshme është për të qenë në harmoni të plot. Ti po pengon fuqinë tënde, ti po pengon inteligjencën e trupit tënd. Trupi di gjithçka. Ti mund t'i thuash mendjes në këto momente që unë nuk dua të ndjej natin, por trupi në momentin që është përballë me këtë emocion, trupi përpiqu sa të duash me mendje. Trupi fillon dhe të shfaqi inatin. Trupi fillon të shfaqi inatin, fillon të ndjesh dhimbje, sepse nervat po shtypen, janë në tension dhe qelizat fillojnë janë të tensionuara. Atëherë jepi kohë, kuptoje, pranoje me dashuri këtë emocion, këtë tension, për ta çliruar dhe vendos për ta tejkaluar. Vendos që ti ta transformosh, sepse është pikërisht kjo fuqi që ty do të ngrej akoma më shumë. Dhe ai ndjenjë ka ardhur që ti të kalosh në sukses. Më beso se e kam tejkaluar, e kam nga eksperiencë, më ka ndodhur edhe pasi kam çliruar, kam riprogramuar. Por ajo që të ka ndodhur në të shkuarën tënde në një x kohë pak rëndësi ka, nuk dorim të bëjmë analizë se ku ndodhi, qysh ndodhi, si ndodhi, thjesht me teknikat punojmë për ta çliruar dhe për të sjellë pikërisht këtë fuqi të brendshme që Zoti ose krijuesi ose çfarë të duash universi, por që unë e besoj dhe shkenca e ka vërtetuar, e them gjithmonë, që ka një fuqi shumë të madhe për te kësaj tonës, ekzistencës tonë që është e jashtëzakonshme dhe pikërisht ai bekim është brenda teje, thjesht ti ke bërë këtë, është dhënë 2 zgjedhje. O inat, o fuqi. Kështu që nëse zgjedh inatin, nuk ke sukses, dashuri, gëzim, lumturi në jetë. Nëse zgjedh fuqinë, ke gjithçka të mrekullueshme rreth e qark teje. Ke gjithçka, më beso. Është një eksperiencë që e kam tejkaluar dhe është e mrekullueshme. Ndaj ju rekomandoj të zgjidhni fuqinë për te të zgjidhni dashurinë për te çdo emocioni të ulët. Të zgjidhni vetbesimin, të zgjidhni paqen, qetësinë dhe të pranoni, të ndryshoni dhe të tejkaloni, të transformoni veten tuaj. Kjo është një rekomandim nga thellësia e zemrës time.
Nëse keni nevojë, mund të më kontaktoni. Love you!